Mirëmëngjesi të gjithë, mirëmëngjesi. Mirë se erdhët në emisionin sot me Gjesin. Mirë se erdhët në dritare.net. U mundohem të vendos pak YouTube-in në vi. Okej, unë e nisa këtë ditë të sotme me shumë papritura. Më kanë shoqëruar të papritura ditën e sotme, nuk e di ç'ka me mua, duket sikur ai syri keq, ja, për pak po bie ky telefon. Ai syri keq po jep punën e tij, po bën punën e tij. Po flisem me mamin sot mëngjes, edhe duke qenë se ndonjëherë dhe unë bëhem shumë supersticioze, po diskutoja me mamin dhe po i thoja çfarë duhet bësh në të raste kur ti mund të kesh ndonjë prononcim publik, edhe të kanë parë shumë persona, edhe të kanë komplimentuar, edhe për të mos rrezikuar që ty të marrin me sysh si i thon, çfarë duhet bëj, edhe po më jep disa këshilla, edhe kupojtja rrugës po thoja, se janë shumë të vërteta mama, se nuk është si besoj shumë. Edhe doni ju që sot ka shumë dita më me shumë papritura, shumë kam patur në të gjithë transmetimet e emisionit sot me Gjesin, gati Anis. 1. Kompjuteri po bëhet restart. Unë kisha programuar çdo gjë për t'ju treguar ju sot dhe për ta ndarë sot me ju në rubrikën sot me Gjesin. Edhe papritur kompjuteri mendoj dhe duke bërë konsultimin me veten e tij, tha hajt se po jap një restart sot që të Gjesin ta motivoj më shumë me këtë të papritur. Kështu që fatkeqësisht sot më besoj se do vi pak më vonë kompjuteri të jetë me ne të na bashkangjitet në rubrikën sot me Gjesin, megjithatë nëse është kemi patur ndonjëherë skenar që të na ndihmoj dhe të na orientoj, kemi shënë gjithmonë ne bashkë me njëri tjetrin. Mirëmëngjes Xhulia, shumë faleminderit për suportin e mbrëmshëm. Xhulia ka patur, paktën Xhulia besoj ka ndjekur klubin në cilën unë isha e ftuar, pra evenimentin në cilën unë isha ftuar ditën e dieshme, edhe më bëri atë komentin e tij, kështu që falenderoj shumë. Mirëmëngjes të gjithë, mirëmëngjes Eva, mirëmëngjes Hamide, më fal. Si jeni ju? Si keni qenë këto ditë? Si keni kaluar këto ditë? Dje si shkoi? Keni qenë mirë nga ana shëndetësore? Se ajo ka më shumë rëndësi nga të gjitha. Mirëmëngjes Alesia, si je? Okej, po rregulloj pak të YouTube-in, sepse dua që të jetë sa më mirë. Megjithatë, duket sikur sot gjërat nuk janë në anën time, mirë po unë jam në anën e gjërave, kështu që do i bëjmë gjërat shumë mirë dhe sot, ashtu siç e kemi bërë çdo ditë në rubrikën sot me Gjesin. Kemi shumë kuriozitete të bukura sot, shpresoj kompjuteri të marrë formën e tij sa më shpejt, edhe të ndërgjegjësohet dhe të rikthehet me ne. Siç e keni parë, në temën e sotme janë në fokus të gjithë shtetet. Mirëmëngjes Suzana, si je? Janë në fokus të gjithë shtetet që kanë marrë masat të tyre kundër situatës, pra kundër COVID-19 dhe duke qenë se gjithë këto shtete kanë filluar të vijnë në lëvizje për të mbrojtur paktën popullsinë e tyre, pra në shtetet ku bëhet fjalë, kanë filluar të marrin dhe një lloj ndërgjegjësimi për sa përket këtyre masave. Dhe për mos thënë që këto masat janë shprehur në nivele drastike, por lexoja pak, do të marr dhe do na dërgoj dhe pak Lorena më vonë. Do na tregoj më shumë lidhur me gjithë këtë situatë, si po reflektohen këto masa, ndërkohë kompjuteri është duke ristartuar, pra duke u rizgjuar, duke se për zgjuar më vonë nga gjithë ne. Alesia, mirëmëngjes, sa mirë që je, make-upin e bën vetë? Jo. Fatkeqësisht sot duket bëhet ai dallimi, se unë nuk më pëlqen shumë make-up i rënduar për në mëngjes, sidomos kur zgjohem me ju, që duhet të jetë pozitive dhe në të njëjtën kohë edhe të kemi sa më shumë freski edhe në shpirt por edhe në pamje, por që sot kam ardhur nga ajo mbrëmja e kaluar Alesia dhe okej, po e pranoj, ishte një nga ato natët që nuk e hosha make-upin, sepse më vinte shumë keq, e kam realizuar tek Egla Kras në rrugë të Kavajës, kështu që nuk e kam bërë vetë sot, duke dora e profesionistës. Dhe nuk është dora ime, por më pëlqen, zakonisht të bëj vetë make-upin, më pëlqen ta realizoj, duket si një periudhë meditimi për mua. Okej, jam pak më e lumtur tani, sepse kompjuteri po ndiset. Dhe siç po e thoya, shumica e shteteve kanë filluar të japin këtë rezultatin e tyre, të japin këtë përshtypjen e tyre në lidhur me situatën. Hollanda në fakt do kishte mbylljen e saj të dytë. Nuk e di nga cili shtet po na ndiqni, nga cili vend po na ndiqni. Nëse po na ndiqni në njërin nga këto vendet, ju lutem që të na e konfirmoni se si po shkon situata aty. Paktën Alexis nuk e kam. As Aldo nuk e kam, do doja shumë të kisha Bledin që ashtu nuk e pas Samson, nuk e di pse më kanë lënë vetëm, paktën të gjithë ata që na raportojnë nga vende të ndryshme, praktikisht nga Britania e Madhe, Karolina e Jugut, tjetër nga Greqia, gjithashtu kemi raportime, na konfirmojnë gjithë informacionet që ne japim në kohë reale. Megjithatë sot nuk janë, por kemi Ilsa sapo na bashkangjit. Mirëmëngjes Ilsa, mirëmëngjes servis, mirëmëngjes gjithë.
Shumë faleminderit që jeni me mua. Dhe sot do t'rregojmë që ashtu edhe një tjetër pjesë dhe një tjetër produkt dhe aset të nismës Festo shqip dhe dhuro shqip dhe për gjithë ata vegetarianë që nuk e konsumojnë shumë mishin si unë, mund të keni edhe sugjerime tjera që do të vinë nga ne pak fare më vonë. Dhe shpresoj që të kënaqeni me këtë sugjerime. Ndërkohë, te kuriozitetet në fund, po ja bëj si një intro të gjithë ato që do të kemi sot. Për kuriozitetet në fund do të keni gjithashtu një tjetër element shumë të rëndësishëm dhe interesant. Lidhet kryesisht me të gjithë mënyrat se si ju mund të bëni një fjalim publik ose sa ndikon komunikimi jo verbal në komunikimin e përditshëm. Praktikisht sa tregon qëndrimi tek personat që ne kemi përballë, sa ndikon vendosja e duarve kështu apo kështu në mëngjes, pra kur ti je duke folur me dikë dhe në kontaktin e parë që ke me dikë, kështu që më besoni që të gjitha këto do t'i merrni vesh pak më vonë, por kemi edhe kuriozitete të tjera lidhur me ushqimet dhe pijet. Unë kam thënë shpesh që kam dëgjuar shpesh njerëz, nuk e di keni dëgjuar apo ju shprehje të tilla, edhe uji bëhet shëndet. Pra, edhe uji kthehet në shëndet. Unë fillimisht nuk e kam besuar këtë, po doni ju që është vërtet kjo gjë ka pijet vërtet që të shtojnë, domethënë të stimulojnë që të shtosh në peshë, praktikisht të shtojnë kilogram, edhe ju mund t'i gjeni këto pak më vonë në dritare.net, unë do mundohem që ta ndes kompjuterin e ta kem sa më shpejt këtu tek ju. Mirëmëngjes, ju uroj një ditë shumë të bukur prej Suedisë. Qazim po na shkruan nga Suedia. Mirëmëngjes, shumë faleminderit që po na shkruan. Do doja shumë të dija Qazim, të lutem, si do dhe situata aty? Nga Suedia nuk kam patur asnjë raportim, nga Norvegjia kam patur, por nga Suedia jo. Kështu që do doja shumë të dija si po shkon situata aty. Ndërkohë, Ilsa na thot Xhesi shumë bukur, shumë faleminderit Ilsa, je shumë e mirë. Faleminderit që më ndoqesh gjithashtu dhe për komentet. Jam bërë shumë dhe nuk kam mundur t'i kthej vëmendje, t'i kthej përgjigje. Lorena, faleminderit. Tash Lorena na solli, Lorena më shpëtoi. Lorena na solli çfarë po ndodh në botë. Edhe kryesisht në të gjithë shtetet që unë ju thash pak më parë. Kompjuteri nuk u ndes, mos u ndis, nuk kam nevojë për ty, se kam Lorenën. Okej, megjithatë, le të mbetemi pak optimist në gjithë situatë. Xhulio po përshëndet Ilsen, Ilsa po përshëndet Xhulion. Kanë filluar që të komunikojnë dhe bashkë edhe me mua, dhe më bëhet shumë qefi. Ka patur edhe komente të tilla kur ne kemi patur një temë, keni kundërshtuar njëri tjetrin në dyja platforma, pastaj ka ndodhur që personi që po kundërshtonte nga ana e Instagramit ka kaluar në Facebook për ta vazhduar diskutimin aty. Kështu që kjo tregon që vetë emisioni sot me Xhesin ka nxitur tek ju një lloj interesi edhe dëshirën për të komentuar vazhdimisht me mua. Shpresoj që këtë pozitivitetin tim që e kam në nivele të larta sot të mos ju kthehet në vezdi, përkundrazi t'ju ndihmoj që edhe ju të rifitoni disi energji. Nëse do pyesni ku e gjeni energjinë, nuk ja tregoj, është sekret. Energjinë e gjej tek fati. Kam shumë fat, ashtu siç kam tani shumë des kompjuteri. Jam shumë optimiste sot pavarësisht se jam e lodhur. Dhe do doja shumë t'ju pyesja, si reflektoni ju, shumë faleminderit Xhulia, do të përshëndet. Si reflektoni ju ditën tuaj kur jeni të lodhur? Cili është ai element që ju e keni më të dallueshëm kur ju jeni të lodhur? Unë për shembull kam pjesën e rrafëve të syve, tani kam fondatinën, nuk duket, por që e reflektoj shumë nëse do të kuptosh nëse unë jam e lodhur apo jo, mjafton të shohësh rrafët e syve që ty të krijohen zakonisht, edhe të krijojmë të bezdisjen, domethënë të krijojmë të bezdisjen e vazhdueshme. Bodini çfarë Xhesi kush ta bën make-up? Wow, pyetje dytë për sot. Mua make-upin ma bën Egla Klas, që ndodhet në rrugë të Kavajës, cilës unë i besoj gjithmonë me fytyrën time, sepse do kujdeset për fytyrën time vazhdimisht, dhe zakonisht e bëj vetë, por në ditën paktën sot e kam nga Egla make-upin. E kam bërë pak, e kam rregulluar pak për sot, por që është okay, sepse vazhdon të çndronte dhe kishte kohë zgjatje. Dhe siç po ju thoja, të rikthehemi pak fare në temë, ndërkohë ju mund të ktheni përgjigje për atë pyetje që ju bëra, cili është elementi që ju bën të dukshëm kur jeni të lodhur. Për shembull, babai kur është i lodhur duket tek syt. Duhet të kësy direkt, e reflekton të gjë. Mami mirëmëngjes, se tani e pash mesazhin. Dhe e reflekton shumë të sytë me një herë, pra ka një lloj rënjeje në sy e quajon. Ndërkohë ka persona të tjerë që reflektojnë tek qëndrimi, pra mbaren një lloj qëndrimi fiks të lodhur. Ka edhe persona të tjerë që reflektojnë në mënyra të ndryshme, ndërsa unë reflektoj me aktivitet. Sado që jam e lodhur, reflektoj prapë në lodhje të vazhdueshme ose në aktivitet të vazhdueshëm dhe kjo më nxit edhe ritmin e organizmit. Më besoni për këtë. Nëse ju jeni të lodhur, kjo ndodh se nuk lodheni mjaftueshëm për patur energji për ditën tjetër. Pra
pra mua më rezulton që nëse kam një ditë super të lodhur, është dita tjetër pas arse ajo që më bën që të kem energji akoma më të shumta. Dhe kjo ndodh zakonisht nga energjitë pozitive që unë marr rreth meje. Mundohem dhe synoj të kem rreth meje persona të cilët më japin energji pozitive. Edhe unë ju lutem të gjithëve të largoni sa më shumë persona që ju japin energji negative, që ju krijojnë të bezdisjen e vazhdueshme me komente dhe kritikat pa nevojshme dhe që ju nuk i prisni dhe nuk i kërkoni nga askush, dhe të qëndroni optimist mbi të gjitha. Atëherë Alexis na thot përshëndetje Jessica, si je? Përshëndetje Alexis, mos gabojmë ti na shkuar nga Mbretëria e Bashkuar. Do doja shumë të dija si ndodhet e gjithë situata atje dhe për më tepër, që është dhe tema e ditës së sotme, çfarë po ndodh në Mbretërinë e Bashkuar lidhur me masat. Ne e kemi këtu, por që do t'i lexoj pak më vonë. Alesa thot shëndrimi dhe xhumi direkt. Ti po thuaj që shëndrimi jo do tregon se je lodhur. Alesa ndërkohë që pastaj si e reflekton këtë gjë, flet xhum direkt. Ndërkohë mua nuk më ndodh kjo, kur jam e lodhur zakonisht nuk më zë xhumi. Por për këtë dhe për shumë kuriozitete të tjera ne do të flasim pak më vonë, me që scenaristë dhe Alexis edhe Aldo shpresoj disa më shpejt që kanë vërtet kuriozitet për këto kuriozitetet e fundit që ne kemi në emisionin sot me Xhesin, unë do të reflektoj pak fare më vonë. Si keni shënë këto kohë? Si e ka reflektuar në humorin tuaj? Përshëndetje viplive.al. Ju jam në Gjermani. Okay, ndjes Alexis, të ngatrova me Aldon ose me dikë tjetër, të kërkoj shumë ndjes. Ti je në Gjermani. Si po duket situata në Gjermani? Merkel paktën ditën e djeshme raportoi se do të kemi një mbyllje totale në Gjermani. Praktikisht nuk do të ketë asgjë të hapur përveç pjesës të dyqaneve, pra si thuhet supermarketeve, dhe pjesa tjetër do të jetë totalisht në blockout, në mbyllur. Do doja shumë të dija po reflektohet në qytetin ku ti ndodhesh, Alexis, sepse nga Madonna nuk kam patur raportime ditët e fundit, por besoj se edhe ajo më reflektoi disi situatën, duke qenë se më thash nuk kam mundur të lëviz dot. Shumë mirë të Alexi. Okej, ndoshta e reflekton këtë gjë shumë mirë me faktin që i qëndron në shtëpi, jep pushim apo se ke këtë luks. Sepse një gjë e keni të sigurt për këtë fund vit, do bëni më shumë pushime fund viti se kur. Besoj se do jenë shumë herë më të gjata këto pushimet e fund vitit. Ndërkohë, siç po ju thoja, Krishtlindjet do na gjejnë pak më ndryshe në gjithë Evropën. Në gjithë Evropën, gjithë shtetet po marrin masat e tyre dhe nëse ju do doni të dini cilat janë këto masa, unë do t'ja tregoj më një herë. Fillimisht, masat për Krishtlindjet merren sepse, siç e dini të gjithë besoj, janë ditët ku ne takohemi më shumë, ku kemi më shumë kontakt me persona të tjerë, janë ditët ku ne reflektojmë më shumë pozitivitet, më shumë kontakt, qoftë ai fizik dhe edhe social, sigurisht, dhe këtë gjë e bëjmë sepse është fund viti dhe është mënyra më e mirë dhe koha më e mirë për të treguar dikujt që ti ke patur në gjithë vitin apo dikujt që ti ke humbur gjatë gjithë vitit, për të treguar mirënjohjen tënde apo dëshirën apo kënaqësinë tënde që ti ke teksa jenë pranin e tyre. Pra është një lloj, le të themi, periudhë mirënjohjeje apo një periudhë reflektimi ku gjithë ne përjetojmë këtë gjë. Dhe ndodh që ti të kesh më shumë kontakt. Mirë, por duke ditur që ky kontakt do të jetë i lartë paktën në festat e fundvitit, shumë autoritetet shumëta të shumë shteteve në Evropë kanë diskutuar me njëri tjetrin dhe grupi i ekspertëve ka vendosur që të merret një lloj mase menjëhershme për sa i përket të gjithë kësaj situate. Masat të cilat reflektohen në shtete si Hollanda, Gjermania, Britania e Madhe dhe shumë të tjera. Ndërkohë Alexis nga Gjermania na thotë do të jenë të mbyllura, por un kam shumë punë. Okej, kjo është gjë e mirë, fakti unë shpresoj të kesh atë lejen për të lëvizur dhe të vazhdosh të kryesh aktivitetin tënd në punë i pabezdisur. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ndikon ndonjëherë edhe psikologjikisht e gjithë performanca jote nga faktorët e tjerë që mund të jenë këto kufizues edhe penalizues. Ndërkohë, po ju thoja që Hollanda njoftoi që do të hyjë në bllokimin e saj të dytë kombëtar, të paktën për 5 javë. Kryeministri aty Mark Rutte tha se kjo është bërë për mbrojtur jetën e njerëzve, ndërkohë shkollat do të mbyllen deri më datën 18 janar. Ai aludimi edhe për Shqipërinë vazhdon të mbetet në rrjetet sociale, e ka ndier shumë këtë gjë. Ndërkohë, familja do të mirëpresin jo më shumë se 2 vizitorë në shtëpi mbi 13 vjeç. Pra kjo është mosha e caktuar. Njerëzit duhet të qëndrojnë në shtëpi, do të jenë të mbyllura pubet, klubet, edhe çdo gjë tjetër. Vetëm farmacitë, bankat dhe supermarketet do të mbeten të hapura. Kjo vjen sepse numri i infektiveve në Holland aktualisht është 10.000 infeksione të reja në këtë të diel. Kështu që kjo është arsyeja që Holanda ka marrë këtë vendim. Ndërkohë, kemi edhe shtete tjera që i bashkangjiten këtij mendimi dhe këtij vendimi më saktë, ku reflektojnë këtu. Fillimisht Londra, pra qyteti i Anglisë tashmë ka kaluar në nivelin e 3 të kufizimeve. Kjo nuk kupton që baret e restorantet do të mbyllen,
Bizneset nuk mund të arrijnë dot të kemi kufizime, nuk mund të kemi dot kapacitetin e tyre të plot, kështu që do të fillojnë të kemi respektimet ose kufizimet fillojnë të respektojnë këto kufizime, ndryshe do të marrin atë gjobën $10,000. Kjo ndodh në Londër, kështu që Alexis e shikon çfarë ndodh në Londër dhe nuk po ndodh në Gjermani, ndërkohë në Londër kemi rreth $10,000 gjop për bizneset të cilat vazhdojnë ta mbajnë të hapur edhe kanë këtë nuk respektojnë kufizimin. Ndërkohë familjet nuk do të lejohen të mblidhen brenda dhe as jashtë. A mendoni ju? Pyetje Rufe, a mendoni ju se në Shqipëri do respektohet kjo gjë? Të paktën, po marr rastin e një qyteti. Okej, po marr rastin e Pugës, nuk e di pse më erdhi ndërmend tani. Ju përshëndet nëse po më ndiqni nga Puga. Marr rastin e Pugës. A mendoni ju se në një vend, në një shtëpi shumë të largët, pra në një zonë më provinciale, pra në një zonë më të thellë, po them, në Shqipëri, ku nuk forca policisë ndoshta nuk kanë shumë komunikim të vazhdueshëm atje, ku të gjithë njihen me njëri tjetrin, pothuajse nuk ka patur shumë raste. A mendoni ju se në Shqipëri nuk do të reflektojë kjo gjë në mbledhje dhe në grumbullime familjare për të festuar vitin e ri? Unë besoj se po. Unë besoj se shumë pak do ndryshoj dhe kjo ndodh dhe unë jam shumë pro kësaj gjëje, jam shumë pro sepse shumica në vende të tilla, pra në qytete dhe në fshatra dhe unë e kam thënë shumë herë, shumica ndodh që të njohin njëri tjetrin, kanë komunikim vazhdueshëm me njëri tjetrin, ajri gjithashtu ndikon dhe ajri i pastër apo cilësia e ajrit ndikon shumë në uljen e nivelit të infeksioneve, kështu që kur janë të sigurt, janë të sigurt pse do ta festojnë me njëri tjetrin. Unë besoj kam sjell dhe tek ju vëmendjen dhe një lloj konceptimi tim tjetër për sa i përket masave kufizuese, ashtu siç po ndodh me Mbretërinë e Bashkuar që po merren masa për secilin shtet, besoj se do të merret masat edhe për çdo qytet këtu në Shqipëri apo çdo fshat në mënyrë që të bëhet diferencë aty kur s'ka infektime, nuk ka infektime, kjo është pak i sigurt, është rezultati që vjen direkt dhe nuk ka arsye pse të mos takojmë të afërmit tanë ndërkohë që nuk ka infektime. Ilsa, përshëndetje, si gjendesh ti sot? Okej. Por kemi një koment direkt nga Suedia. Thotë, në Suedi mund të them se jeta jetohet krejt normal pa maska, gjithçka është hapur sa i përket dyqaneve, kafeneve deri në orën 10 mbrëmjes. Okej, Shazim, duket sikur situata në Suedi, po shnoj pak këtu, duket sikur situata në Suedi është normale, pra vazhdon të jetë normalisht. Ndërkohë, ku kam parë një pamje të tjera në internet, në Moskavë ose në Australi apo në Austri, diçka e tillë. Nuk po guxoj ta marr përsipër këtë barrën e gabimit sot, se nuk doja ta bëja kurrë, por besoj se në njërin nga këto dy shtete, në njërin nga këto dy vende, po kthehej në normalitet, ishte një video ku gjithë po lëviznin pa maska dhe unë u habita dhe ndjeva shumë mirë do vi dhe ky moment në Shqipëri besoj do vi shumë shpejt dhe shpresoj të vi shumë shpejt. Kështu faleminderit Çazim për raportimin tënd direkt nga Suedia. Ndërkohë kemi Xhulin i cili thotë po zhvillojnë dhe dasma dhe në mes të Tiranës paktën në 21 mbyllen thonë. Okej, në kushte rrethanore domethënë. Mirë Xhuli ose kanë bërë plane, kështu që ti kuptojmë, kanë bërë shpenzime, plus është një moment më të rëndësishëm të jetës, kështu që kemi një lloj justifikimi për këtë aspekt. Ndërkohë po më ndiqnin edhe në YouTube, po shoh që momentalisht jam duke ndjekur 3 persona që arriti shok të lartë, kështu që nëse mund më komentoni diçka lidhur me situatën dhe si e konceptoni ju në vendin nga po na ndiqni, të gjithë situatën mendoni se duhet shtohen apo jo, të gjithë këto masat kundër Covid-19, ndërkohë po vinë të tjerë, më bëhet shumë qefi që janë atashuar me të treja platformat, kjo është shumë e rëndësishme për emisionin sot me Xhesin Bixhita, sepse duke patur të atashimin me tre platformat, ju jeni edhe koherent ndaj emisioneve që ne kemi çdo ditë, edhe ndaj temave që ne diskutojmë çdo ditë. Beti, përshëndetje, na uzgjove me buzëqeshje si duket, edhe nga komentet dhe emojiet që po na nis, mua bëhet më shpejt. Jemi tani edhe në Facebook. Nuk më bën habi asgjë që ndodhet papritur sot. Që jam shumë e hapur ndaj papriturave sot. Dhe se po thoj Alexis në Gjermani, kancelarja Angela Merkel ka thënë që dielën do të hyjnë përsëri në izolim kombëtar. Nuk e din nëse ti e di këtë, Alexis. Këtu në Gjermani ne i mbajmë maskat në rregull, ndihem mirë për ata që nuk e vrasin mendjen për çka ndodh. Thot Giulio. Ndërkohë që nga 16 dhjetori Gjermania do të mbyllë çdo gjë përveç ushqimoreve. Alexis, a di ti këtë informacion? Ndërkohë, restorantet, kafenet, palestra, sallonet e bukurisë dhe vendet e argëtimit do të jenë të mbyllura deri në datën 2 nëntor. Shkollat dhe çertet do të zgjasin pushimet e tyre. Kjo ora policore duket shumë komplikuar për t'i zbatuar, sepse është ai minuti i fundit i orës paktën 10:00 këtu, që ti je duke bërë diçka dhe mund të ndodhesh dhe jashtë, edhe duke qenë dhe është dhe situata pak e protestave, të krijohet një gjendje ankthi teksa vjen orari, pra kemi filluar të bëhemi në një farë mënyrë robotike
të ndikuar nga shumë masa që na vinë nga lart. Mirëmëngjes Tanci, fund të mbar sot. Alexis na thon gjithashtu që të mërkurën, do kemi një mbyllje të mërkurën në Gjermani. Të pyes pak Alexis, si e prisni ju këtë mbyllje zakonisht në Gjermani? Paktën në Shqipëri, me sa kam vënë unë gjithmonë, ka patur një lloj dyndjeje drejt pjesës si them, supermarketeve, dyqaneve për të marrë sa më shumë ushqime të munden për të siguruar paktën këtë mbylljen. Si e reflektoni ju këtë në Gjermani? Pra, bëni edhe ju këtë, a ktheni në gjendje kaotike për të marrë sa më shumë të munden, se me idenë që nesër nuk do të ketë më, pavarësisht se paktën bankomatet ose bankat do të qëndrojnë të hapura, supermarketet të hapura dhe farmacitë sigurisht që janë tre gjëra esenciale për mirëqenien për gjithë jetën tonë normale, kështu që besoj se nuk do të ketë mbyllje në këtë aspekt. Megjithatë do doja shumë të bëja këtë pyetje, sepse ju e keni kaluar gjatë gjithë shtetet e tjera karantinën e plot, edhe do doja shumë ta dija këtë mendim tonë, ose si e ke përjetuar ti nëse ke qenë në Gjermani në atë kohë. Ilsa, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Je shumë e mirë. Mendova se po thoje në një moment sa ore e lezetshme kjo që po kalojmë bashkë, pastaj u kujtova që kam orë. po vin shumë vonë sinjalet, po janë okay. Kush punon ka leje? Okej, shumë mirë. Besoj se edhe këto e kanë edhe këtu në Shqipëri, kush zotron ose kush posedon një leje, është i lirë që të lëvizet dhe të qarkullojë. Ndërkohë, siç po e thoja, për sa i përket Italisë, ende nuk ka njoftuar në një mas paraprake, por Komiteti Shkencor Teknik thotë që do të ketë ora policore nga ora 6 të mëngjesit deri në orën 20 të mbrëmjes. Të dhënat që vijnë nga Italia janë shqetësuese, thonë që ka një numër viktimash në ditë që të kalon atë të Gjermanisë, edhe sistemet shëndetësor janë goxha të ngarkuara. Prandaj komiteti i teknik i ekspertëve, pra shkencor teknik, thotë që do të shtoj propozimet e tij lidhur me masat që janë marrë. Ndërkohë na thash asnjë që ishte që po na ndishte nga Suedia, që edhe atje gjendja nuk reflektohet fare, nuk ka lidhje fare me këto masa, na thash që vazhdojnë normalisht përveç orës policore që pothuajse shumica e shteteve e kanë. Kështu që duket sikur janë ndryshe, çdo shtet reflekton masa të ndryshme bazuar edhe në nivelet e tyre të infektimit, por sigurisht bazuar edhe në të gjithë komitetin e ekspertëve të cilët kanë marrë masa të caktuar. Tani, vjen pyetja për gjithë ju që po ndihni dhe do doja shumë që të më ndihmonit për këtë aspekt për të marrë sa më shumë argumente nga ju. Si mendoni? Çfarë masa duhet merren në Shqipëri momentalisht, në këto momente që ne po flasim? A mendoni që duhet kemi rritje të masave, fuqizim të masave aktuale, një akt normativ tjetër që shkon kundrejt përmirësimit të situatës, të masave kufizuese, apo duhet kemi akoma më shumë kufizime të shtrënguar? Pra të shtrëngojmë pak nga kjo ana e kufizimeve, të kemi një orë policore akoma më të shpejt, pra diku te ora 6. Si mendoni ju, si e përfaqësoni ju të gjithë mendimin tuaj, si e palosni ju mendimin tuaj, dhe do doja shumë ta dija tani, sepse ndodh që ka mendime të kundërta që ndodhen në rrjetet sociale. Ndodh që shumë persona thonë që nuk mundemi më me këtë situatë, duhet edhe kjo fasha orare po na penalizon, ndërkohë ka persona të tjerë që argumentojnë se prit një sekond, çfarë po ndodh në botë, Gjermania do mbyllet, Suedia vazhdon normalisht por nga ana tjetër Anglia gjithashtu po merr masa, Londra do bllokohet, do kthehet në gjendjen e saj më parë, çfarë po ndodh pra në Shqipëri, pse vazhdojnë akoma masat lehtësuese. Kështu që do doja shumë të dija prej jush çfarë mendimi keni lidhur me masat që janë aktualisht në Shqipëri. Ndërkohë, na thot Alexis që jemi shumë relaks dhe nuk kemi as stres sot. Këtu thonë mos bëni stres se do ketë të gjithë, edhe këto dalin në lajme. Po më thua që situata psikologjike ndodhet shumë mirë aty. Po situata shëndetësore, Alexis, si duket, si reflektohet? Do doja shumë ta dija këtë të fundit, se edhe kjo ka shumë ndikim. Paktën në Itali numri i viktimave, sigurisht infektimeve është rritur, në Gjermani gjithashtu është rritur, pra 10.000 infektime, mos gabojmë me shifrat. Duket sikur janë rritur sa vjen më shumë këto shifra. Megjithatë, përpos gjithë kësaj situatës dhe lidhjes së shifrave dhe të numrave në të njëjtën kohë që reflektohen jetë njerëzish, un kam vëre Londra tani sa u hap, na thot Alexis. Pra nuk do të ketë një mbyllje të dytë, Alexis, në Londër, sepse un po lexoja që Londra do mbyllet. Mendimi im është të mbyllen lokalet, na thot Giulio. Pra ti mendon Giulio që lokalet janë temi një vend i cili stimulon më shumë infektimin edhe përhapjen e COVID-19. Okej, kuptoj. E kuptoj mendimin tënd, është si mendon lidhur me lokalet, e kam dhe unë këtë, unë nuk i frekuentoj. Nuk i frekuentoj fare, dhe dish nuk do të besoni të gjë do thash si Xhesi, nuk i frekuenton ti në lokale, nuk i frekuentoj. Të paktën ato nëse do frekuentoj, nuk kam kohë njërë, po edhe të dua do frekuentoj diçka shumë kozi, pra të ngrohtë, por kryesisht edhe që nuk ka shumë njerëz, pra shumë larg njerëz, ndërkohë që mjafton të bësh një xhiro 20 minuta në gjithë
baret e Tiranës dhe të shikosh distancën që kanë nga njëri tjetri për më tepër të gjithë kapacitetin që kanë brenda në këto lokal. Pra është shumë herë më të lartë se sa duhet dhe ka goxha këmbëtime. Kështu që besoj se masat që po thua shndrojnë Xhulio lidhur me lokalet. Ndërkohë Ilsa e kundërshton patjetër që kemi dhe argumente të tilla. Ilsa më lehtësoi punën, nuk jam unë ajo që po e them tani, por është Ilsa e cila thotë që nëse do të kemi mbyllje të lokaleve dhe bareve, ekonomia do të shkatrohej, Xhulio. Është absurde që në policë të vë gjobën ty që je në kënd dhe jo atij që është ulur në kafene. Okej, ky paradoks është shprehur edhe në rrjetet sociale, pak në dritare.net, shpesh kur ne bëjmë sondazhe të herpashershme që ju i votoni dhe ju falenderoj për këtë, ndodh që ju të komentoni po një sekond, pse nuk mund bëjmë mësim në auditor me 7 mish të mi apo 8 mish të mi që mund vinë, se shumica nuk vinë zakonisht në leksione, edhe unë pas kam mundësi të grumbullohem 10 persona në kafene, sepse nuk e bëj këtë gjë, grumbullohen më shumë se 10 persona që edhe ndoshta nuk njihen me njëri tjetrin, kështu që lindin shumë pyetje lidhur me masat në Shqipëri. Ka një lloj dyzimi lidhur me masat, ka një lloj frike dhe paradoksi lidhur me masat, edhe këtë e kemi konsultuar shumë, kemi bërë live-et që morën ato masat, që unë erdha këtu në transmetim live në studio, më ndryshua gjithë teman që unë kisha e ditës, edhe u riktheva te tema që ishin aktuale, që ishte lidhur me masat e reja në Shqipëri me aktin normativ nga komiteti i ekspertëve. Kështu që them se ato masa kanë krijuar goxha dyshime, goxha pikpyetje dhe goxha implikime në jetën tonë, edhe të vazhdon akoma. Nuk është absurde Xhulio, por duhet të respektuar ligjet, na thot Alexis. Alexis besoj ligjet e ke fjalën që nuk lejohen më shumë kapacitete në bare dhe në restorante. Nuk besoj që në Gjermani më the që ishte, po në Gjermani nuk besoj se reflektohet e njëjta situatë në kafene apo në bare. Pra, ma konfirmon do të lutem që nuk mund gjesh do 10 persona apo 20 persona shumë afër njëri tjetrit në kafenet në Gjermani. Të lutem, ma konfirmon këtë se do unë ta dija, se ndoshta është dhe stereotip ky i krijuar në mendjen tonë këtu në Shqipëri dhe ndoshta mund të jetë i gabuar. Unë them që ne jemi shënjet gabueshme, ne jemi dhe shënjet që krijojnë stereotipe jo shumë sakta. Ndërkohë lidhur edhe pak me situatën e protestës, unë do ta kaloj shumë pak këtë, sepse nuk dua të rikthejmë gjithë situatës protestës, sepse siç u duk dje kishte një lloj uljeje, nëse kam konceptuar dhe këtë gabim, një lloj uljeje të nivelit paktën përleshjes me policin, pra duket sikur situata po shkon drejt normalizimit, megjithatë papriturat do të jenë gjithmonë prezente dhe do të jenë gjithmonë aty. Ndërkohë ministri i Arsimit në lidhje me këtë protestë tha që nxënësit janë në protestë, kjo është hera e parë që ka ndodhur pas 30 vitesh, pra flasim për moshën 11 deri në 12 vjeç, dhe ka qenë më duket në mos gabon, ose Xhulio ose Alexis, ata të cilët kanë thënë kur kemi diskutuar pjesën e protestës, që një risi në të gjithë këtë protestë ka qenë në grup mosha e re. Kështu që besoj është reflektuar edhe nga ministra, e cila ka thënë që Kushi, pra ministra Kushi ka thënë që janë shqetësuar që po shoh minoren, është pak e vështirë të merret edhe policia me këtë target group, duke qenë se janë shumë herë më të vështirë për të kontrolluar, menaxhuar apo për të ndjekur protokollet caktuara me të, kështu që detyrimisht ke edhe një lloj tërheqje. Thot gjithashtu Xhulio, Alexis mendon 2 persona të ulur në trotuar duke pirë kafe, normal pa maskë, dhe personi që kalon në këmbë po në atë trotuar. Pra, Xhulio po bën këtë krahasimin. Okej, kemi edhe një tjetër koment. Këtu në Gjermani nga nesër nuk dilet pa leje edhe me 15 kilometër. Këtu në Gjermani nga nesër nuk dilet pa leje. Dhe 15 kilometër të bësh nuk lejohet të dalësh pa leje. Okej. Po janë raportime drejt për drejt nga Gjermania. Pse ai ulur mos xhobitet dhe ai në këmbë xhobitet? Për më tepër Xhulio, të ta shtoj pak dozën e paradoksit në këtë rast, pse ti në momentin që sapo kalon pragun e barit, restorantit, kafenes ku ti ndodhesh, supozoj ta vendosësh maskën dhe ti mund xhobitesh nëse nuk e ke maskën, ndërkohë vetëm mjafton bësh një hap pas edhe nuk ke xhobitur. Është këtë diferencë e vogël, ndërkohë që të dy mund të jenë ambiente të hapura, se praktikisht shumica e shqiptarëve tani po i frekuentojnë goxha ambientet e hapura, dhe kjo është gjë e mirë në këtë situatë. Dhe ndërkohë në ambientet e brendshme mund të ketë shumë persona të tjerë. Janë për të diskutuar gjitha këto paradokse që ndodhen lidhur me masat në Shqipëri, ndërkohë Alexis thonë në Gjermani janë të mbyllura, nuk ka asnjë gjë të hapur, pra duket sikur është bërë një blockout total në Gjermani. Alexis, okej, ti ndodhesh në Gjermani aktualisht dhe na reflekton ne masat që janë marrë atje të COVID-19. Të lutem, më jep një mendim tënd lidhur me masat në Shqipëri, sepse kur po ndisha intervistën një franceze i cili kishte ardhur në Shqipëri, tha unë kam ardhur në Shqipëri të them të drejtën, përveç talentit dhe punës që unë lidhej me, ka qenë i IT-s, pra një programim caktuar kompjuterik,
Përveç se kam ardhur për punë të mia, që janë profesionale, unë kam ardhur këtu dhe për orën policore, tha. Aq i sinqert, aq i drejt për drejt në komentin e tij, tha, më pëlqen shumë ora policore në Shqipëri sepse është deri në orën 10. Ndërkohë që në Francë nuk është kjo gjë, ka më shumë kufizime, ndërsa këtu janë më i lirë. Po vin turist nga jashtë vetëm për masat që ne kemi. Kështu që unë po e bëj po e kthej në komike këtë, është për po qeshim se s'çajm dot në këtë situatë, por lidhur me masat, besoj dhe Madonna që na u bashkangjit tani, mirëmëngjes Madonna. Nuk po të ngacmoj, nuk po të bezdis se e di që jemi në pushime, por do thoya që edhe Madonna e ka reflektuar shpesh herë në diskutimin që kam patur me të, ka thënë lidhur me maskat që në fillim, ka thënë gjithashtu lidhur me masat që po merren, që janë për të diskutuar shumë në Shqipëri. Madonna ka shprehur dëshirësimin e saj për gjithë këtë situatë që po ndodhet në Shqipëri. Fakti që gjithë po duket sikur kemi rënë në një shqetësi të frikshme. Ariel mëngjes, ndërkohë Alexis thotë ja shumë dobët, të gjithë kjo situatë besoj që janë edhe për masat. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me një turist nga Amerika në periudhën e gushtit, sa mirë që s'mbajnë maska në Shqipëri thoshte, atëherë kur nuk ishim me detyrim. E di, e kanë reflektuar goxha këtë gjë Giulio, Alexis, janë shumë dakord me dy argumentet që ju thonit. Edhe besoj një youtuber, e besoj se ka patur nga këto komente që janë kthyer dhe në komike, por që unë do doja shumë ta theni dhe pak fare më seriozisht gjithë situatën, duke reflektuar faktin që këto masa, të cilat duket sikur janë stimuluese për grumbullime, apo le të themi sikur janë shumë lehtësuese në raport me masat dhe numrin e infektimeve, do doja shumë që të ndryshonin realisht dhe jam unë ajo e para që po kërkoj akoma më shumë kufizim masash. Mëngjesin sot do bëhen dhuratat e fundvitit se nga nesër dyqanet do të mbyllen, na thot Madonna. Kështu është se nuk e lexoj dot. Do të mbyllen. Shiko, Madonna është shumë e mirë. Mendon tani në gjithë periudhën që do të mbyllen, thotë duhet filloj të bëj gati dhuratat. Dhe thotë që do të mbyllen dyqanet nga nesër do të mbyllen, edhe në këtë mënyrë po shpejton procesin e saj dhuratave dhe të bërjes së dhuratave, sepse nuk mund të jetë një vit pa që Madonna mos bëj dhurata. Kështu që është shumë e bukur kjo. Mëngjesi duke më çar hallet, mëngjesi nesër mbyllen dyqanet edhe duhet të filloj të bëj dhuratat. Është shumë e bukur. Alexis thotë mos të dalë njëri nga shtëpia. Në thotë që duhet mbyllur të gjitha, mos dalë njëri nga shtëpia. Ti po thua për këtë bllokimin total, Alexis. Dhe ndërkohë ti ke lejen. Edhe prandaj e thua këtë gjë, edhe unë kam lejen. Edhe ne që kemi lejen po përfitojmë këtë situatë, po themi të shtohen masat. Por është dhe kjo periudha e fund vitit. Besoj vini dakord me mua në këtë aspekt. Ti jemi pak më të sinqert. Vini dakord me mua në këtë aspekt ku thoni që shpresoj të punoj nga shtëpia, që të ke mundësi të shndroj aty tek Oxhaku ose te Soba, edhe të jem aq ngrohtë sa mos më shqetësoj asgjë tjetër. Duket sikur vetë periudha e fund vitit të lidh më shumë me familjen, të lidh më shumë me shtëpinë, të lidh më shumë me masat që mund të kesh në shtëpi për shembull, edhe ti dëshiron gjithkohës të jesh aty tek familja. Te familja jote e vetmja sferë ku është e ngrohtë, edhe e vetmja sferë ku është e sinqertë. Ndërkohë Martin Ura na thon vetëm dashuroni është vepra më e mirë. Faleminderit Martin, na shkruan nga YouTube Martini. Faleminderit që po na ndjek. Nga po na ndjek se e kam harruar, ma ke thënë mirë, po e kam harruar. Mirëmëngjes Desiana, je shumë e mirë. Madonna në Gjermani kemi post. Më duket e kalon për gjysmë komentin. Vazhdoni, komunikoni, s'm këtu jam. Po më lini pak pas dore. Për çfarë hallet është sepse kur shoh të tjerët han pinë në bare, restorante apo festa, thua mua po më thanë duart me kafe në dorë. E kuptoj dhe shqetësimin tënd, edhe është shumë i drejtë ky që po më thua Madonna. Ndërkohë që ti je duke punuar aty në kontakt të drejtë për drejtë me COVID-19 dhe unë do dërgoj ndonjë video se e bëjmë këtë gjë, dërgojmë ndonjë video të bareve apo restoranteve në Shqipëri dhe ti thua dhe pyet me veten tënde, thua çfarë po ndodh, se nuk jam në Shqipëri për shembull për ta përballuar këtë situatë në këtë mënyrë. Kaq lehtë sa e përballojmë këtu. Unë e bëj tamponin 2 deri 3 herë në javë, vërtet Alexis? Po pse e realizon këtë gjë nga frika apo nga kontakti që je me të tjerët? Po për t'i bler Alexis se nuk blej online shumë rradh, thot Madonna, që nga marsi, na thot Giulio, thot Giulio, mjaft mirë po punoj dhe po shkollohem nga shtëpia që nga marsi. Po punon dhe po shkollohesh nga shtëpia që nga marsi, si po e përballon Giulio periudhën e shndrimit në shtëpi? Unë kam pak vështirë në fakt të shndroj e mbyllur, pra më pëlqen shumë lëvizja, paktën e përdor shumë të ecurën në këmbë, gjatë kohës në Tiranë pak në lëviz në këmbë, edhe më pëlqen shumë ta bëj këtë gjë. Nuk e di se si po e përballon ti dhe shkollimin online. Giulio që nga mars është periudhë goxha e gjatë. Ishte edhe një koment që unë po e shikoja në Instagram, se më pëlqen shumë të memet dhe komentet komike, dhe më pëlqen shumë, i ndjek gjithkohës, që po thonte është marsi për pak muaj dhe unë jam akoma duke procesuar marsin e kaluar. Ndërkohë një tjetër koment po thonte që
për një javë vinë Krishtlindjet, ka zënë gjumi këtë vit, se ju duk aq periudhë shkurtër e gjithë kjo që ndodhi këtë vit. E pastaj e dëgjoj që vdishen kaq persona dhe infektohen kaq shumë njerëz dhe Madonna ka reflektuar të shqetësim gjatë gjithë kohës duke na thënë ne që shiko se janë shumë infektime për numrin e popullsisë që ju keni, çfarë po ndodh aty. Unë u thotoj shumë, thot Alexis, edhe unë u thoj shumë edhe në mendime. Do të thënë sot për shkak mund të jem diku tjetër, pavarësisht se jam këtu te ju, dhe sa të mbaroj emisionin do jem diku tjetër në mendjen, pa mundësi për të kuptuar fizikisht. Okej. Tani, ne e pa që kush u vaksinua për herë të parë në Britaninë e Madhe, në Britaninë e Bashkuar. Ishte Shakespeare, ishte William Shakespeare, por ishte një person tjetër, jo ai që njohim ne mbarputrisht. Dhe një tjetër personazh që nuk kujtohet tani emrin, pra ishte gati një çift, nuk kishin lidhje me njëri tjetrin, por ishte një grua dhe një burr, më saktë dy të moshuar, të cilët bën gati dhe kishin guximin për të sjellë me njëri tjetrin dhe për të shkuar të vaksinoheshin të parë. Ndodhen në gjendje shumë të mirë dhe janë parë që kanë fituar imunitet ndaj COVID-19, ndërkohë cili është personi i parë që ka bërë vaksinën në SBA në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do ta kemi tani. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka nisur vaksinimi, e para që është vaksinuar është infermiere e kujdesit intensiv. Një mesazh shumë i bukur ky që është vaksinuar për një infermiere. Ajo quhet do ta gjej emrin e saj, po, Sandra Sandra Lindsay e bëri vaksinën live, pra kanë filluar që të bëhen edhe live çdo gjë, transparenca është në maksimum këto ditë. Ajo tha që se kjo vaksinë është e ngjashme me gjithë të tjera dhe nuk e ka përjetuar fare ndryshe apo fare keq. Ajo thotë që shpresoj që kjo të shënoj fundin e fillimin e fundit të një kohe shumë dhimbshme për historinë tonë, shpreh vetë pacientja e vaksinuar dhe miliona vaksina po shpërndahen në gjithë shtetet, ndërsa në 150 spitale po furnizohen me vaksina. Programi amerikan synon, e tha dhe Giulia ditën e dieshme, 100 deri në 120 milion njerëz deri në prill. Ndërkohë, kemi komente të tjera, mjafton të mendosh duke shndruar në shtëpi, nuk i dëmton familjarët në përcjelljen e virusit. Mendoj që sakrificat duhen bërë në një periudhë jo normale, të vetëm ditë kur dalja vetëm ditët për pazar kur mbarojnë rezervat. Giulio, domethënë, ti po më ndjek mua çdo ditë live në orën 10:00 dhe kjo është dalja jote vetëm. Pra momenti i parë ku ti mund të jesh në kontakt me një platformë që ndodhet jashtë shtëpisë tënde. Do me thënë, unë duhet ta vendos akoma më shumë në punë pjesën në një mënyrë të tregoj se çfarë po ndodh jashtë, si po reflektohet dita jashtë, ndërkohë Giulio ka diell jashtë. Besoj se ti del pak në verandë ose del pak poshtë shtëpisë ose pallatit ku ndodhesh për të marrë pak rrezë dielli dhe vitamin D. Bën këtë gjë, nuk besoj ti je vetëm i mbyllur në shtëpi, ndryshe do filloje të shqetësohesha. Dhe një gjë tjetër, Giulio, do mundohem gjithkohës që të sjell edhe feedback nga çdo gjë që më ndodh rreth e qark. Në fakt jam dhe në mësim në këto momente. Prandaj unë jam në dyshim total për platformat online të mësimit. Giulio e konfirmoi që është edhe duke ndjekur mua dhe është duke ndjekur edhe mësimin në këto momente. Çfarë lëndë bëhet fjalë Giulio që po ndjek që ta ditë unë çfarë lëndë po sakrifikoj. Kujt lëndë po i vendosëm në hak në një farë mënyrë. Okej. Unë ju thash dje, më duket sikur jam bërë aq telepatike këto kohët e fundit, sapo friksonte dhe kam vendosur që mos them më asgjë që do ndodhi. Unë ju thash pak dje që vetë virusi ka ndryshuar formën e tij. Pra kemi ndryshuar dhe ne mënyrën se si përgjigjemi ndaj COVID-19, ndoshta kemi fituar dhe ne një imunitet kështu hynor, një lloj mbrojtjeje hynore. Ka pasur raste të persona që kanë qëndruar 5 veta në një dhomë ku një është infektuar dhe asnjë tjetër nuk është infektuar. Ka pasur dhe raste kur 5 janë infektuar dhe njëri nuk është infektuar. Dhe pyet veten, si ka mundësi, si ndodh kjo, po gjitha varet nga shumë faktorë që ne kemi shpjeguar edhe për sa i përket grupit të gjakut. Megjithatë, unë do shndroja pak tek elementi i vetë virusit. Ndryshojnë ne në raport me virusin, por dijeni që ndryshon dhe virusi në raport me ne. Dhe kjo është e dyta është akoma më e frikshme, sepse kemi një lajm ku identifikohet një variant i ri i koronavirusit në Britani, raportohen 1000 raste të tilla. Thuhet që ne kemi identifikuar aktualisht 1000 raste me këtë variant në jug të Anglisë. Megjithatë, rastet janë identifikuar në 60 zona të ndryshme. Tha Ministri i Shëndetësisë, nuk është diçka shëndetësuese ngjan me atë COVID-19 dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë është informuar për këtë rast dhe ka filluar të bëj këto studimet e saj, apo thotë që është një variant më i mirë apo më i keq i virusit, pasi duket gjithë situata. Dhe kemi një prononcim të tillë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ku thotë që ne jemi vendosur në dieni për këtë variant të ri të COVID-19, këtë ndoshta mutacion të COVID-19, këtë lloj varianti apo rrjedhim të COVID-19 dhe thuhet që është shfaqur në Britaninë e Madhe, por nuk
nuk ka asnjë lloj prove që ai sillet ndryshe nga llojet ekzistuese të virusit. Eksperti më i mirë i OPSH-s, pra Mike Ryan, ishte në një konferencë për shtyp dhe reklamoi dhe tha këtë fjali. Ne jemi në dijeni për këtë variant raportuar, 1.000 njerëz në Angli e kanë parë këtë, pra e kanë ndjerë këtë virus. Autoritetet po shikojnë rëndësinë e tij, ne kemi parë shumë variante. Ky virus evolon dhe ndryshe me kalimin e kohës ndryshon dhe ai vetë. Dhe siç e thash ditën e ndjeshme, besoj do kemi edhe në një rast tjetër ku vetë mënyra se si virusi perceptohet, apo shoh mënyrën se si ai shpaloset tek ne do të jetë totalisht e ndryshme. Shpresoj, ja them edhe një herë dhe këtë e them me gjithë bindjen e plotë dhe me shpresën e plotë që un kam, që mos ndryshoj asnjë dhe mos dalë ndonjë variant tjetër. Më i kesh, pra, më themi një lloj rrjedhimi nga COVID-19 që mund të jetë në nivele akoma më të frikshme. Shumë faleminderit që po më ndiqni në Facebook, jeni shumë të mirë. Ndërkohë, kemi një tjetër koment. Okej, na thot Alexis këtu, kështu të gjithë duhen bërë në të gjithë Shqipërinë, na thot për këto masat, apo jo Alexis, për këtë po na thua, duhet bëhet kudo. Edhe unë jam pro kësaj gjëje. Giulio na thot, lënda e degës së inxhinierisë, matja elektrike dhe elektronike. Por është leksion, thot, faleminderit Alexis. Duket sikur kur është leksion, nëse leksion nuk ka problem, nuk jam në seminar, nuk shqetësohem. Por duket një degë goxha e komplikuar. Giulio, më të uroj shumë suksese, shpresoj të mos jesh dukesh përshëndruar aktualisht, megjithatë shumë pak kohë do të marr, kështu mos u largo. Unë them le ta sakrifikojmë pak të lëndë sot. Okej, thot Nura që në fakt mund të them që media bën pak lajmin boom, e zmadhon pak për temën e virusit po flas. Okej, ekziston ky probabilitet i lartë, Nura, kështu po drejtohen bazë ndjemrit që ke këtu. Ekziston ky probabilitet shumë i lartë, dezinformimi apo hiperbolizimi i lajmeve të caktuara është një nga problemet më të larta që mund të ketë lidhur me media dhe që i rrethon media dhe që i përfshin mediat. Megjithatë, një që shumë kanë vënë re duke qenë pjesë e saj, ka vënë faktin që janë treguar goxha të kujdesshëm kohët e fundit, sidomos raportime apo lidhur me mënyrën se si transmetojnë lajmet. Kështu që këtë po ta jap unë të siguri, paktën në median ku bën pjesë, por dua të them që të siguri po ta jap të plot. Ka patur një lloj kujdesi, pra janë menduar titujt shumë herë më shumë se kurrë më parë. Janë menduar tituj dhe mënyra se si do hartohen, mënyra se si do të vinë tek ju, fotot që do vendosen, ka patur një periudhë vërtet edhe për median sensibilizuese dhe kujdesshme. Dhe besoj që do shndroj për shumë gjatë kjo, sepse vetë situata është e komplikuar, vetë situata paraqitet e komplikuar dhe në aspektin psikologjik, kështu që ishte e pritshme që të kishim vetë reagim nga ana e mediave. Ndërkohë Madonna thot, unë nuk mendoj se ka ndryshuar virusi, por është periudha e inkubacionit ose në bazë të mjedisit që ndodhet, varet edhe forca e transmetimit. Shumë herë kemi dëgjuar raportin një person infekton 3. Po Madonna, ose në veru tha një person infekton vetëm 1 ose 0.7 persona. Madonna, kam thënë këtë përshtypjen tjetër, pra unë mundohem, siç kam thënë në gjithë të live, të t'jap dy anët e medaljes dhe në këtë mënyrë ju mund të merrni më të mirën tuaj që shkon më përshtat edhe mendimeve tuaja, po Madonna na thotë që kjo mund mos jetë edhe një lloj ndryshimi të virusit. Thjesht mund të jetë kjo periudha e inkubacionit apo periudha e evolimit të tij në një farë mënyrë në bazë të mjedisit ku ai ndodhet gjithmonë. Edhe sa kemi thënë ne se sa rëndësishme është mjedisi, qoftë ai i ambiental, por edhe mjedisi ku ti po ndodhesh aktualisht. Dhe gjithashtu Madonna na thotë që gjithë forca e transmetimit është ajo që bën diferencën në gjithë këtë situatë. Ose në verë thotë Madonna që u tha kjo diferenca se sa mund të infektojë një person. Edhe kjo shumë e vërtet. Po Madonna më lër të pyes edhe për vendin ku ti ndodhesh në Gjermani, në Bremen. Nuk e di nëse ndodhesh në Berlin apo në Bremen tani, se nuk kemi folur shumë këto kohë, kanë qenë goxha e zënë dhe ngarkuar, po do doja shumë të pyesja si po reflektohen masat në raport me lëvizje. Ti si ndjen vetë qytetin? A është shumë lëvizje apo ka rënë goxha edhe niveli i lëvizjeve apo i sharkullimit? Se mos duket kaq ekstreme, nuk është se jam në karantinë nga marsi, thjesht kur dal lëviz në makinë në natyrë kur s'ka njerëz. Zulu kam parë pak profilin tënd. E kam thënë një herë këtë. Por kam parë profilin tënd që ke gjëra shumë që lidhen me natyrën, mos ngatrojmë dikë tjetër, shpresoj që jo. Dhe kam parë që ti ke gjëra shumë të bukura që lidhen me natyrën, edhe më pëlqen shumë kjo gjë. Më pëlqen shumë, unë adoroj vetë natyrën, dhe adoroj njerëzit që janë shumë afër natyrës, edhe gjërave sa më natyrale, edhe më të freskëta. Kështu që më pëlqen shumë profili jot, edhe kuptoj shumë mirë kur thua që lëviz vetëm kur shkon në natyrë dhe larg njerëzve, në mënyrë që mbrosh veten dhe të tjerët. Ndërkohë kemi atë komente se gjithmonë tema e medias nxit dhe shumë argumente të tjera. Na thot Alexis Shëndetësika në Shqipëri kanalet televizive duhen mbyllur sepse po prishin ose po krijojnë këtë bezdisjen tek njerëzit. Pra po më thua Alexis që duhet të ndalen çdo kanal i mundshëm televiziv.
Po pastaj, media dhe liria e fjalës, ku mund të shprehet Aleksis? Ma jep ti një alternativë tjetër, pra ku mund të kem unë mundësi për të folur me ty, apo me shumë njerëz që më ndjekin tani, dhe ku mund të kem unë mundësi në çfarë platforma nëse mediat e caktuar do të mbyllen. Do doja shumë ta dija këtë idenë tënde, se mund të kesh ndonjë ide tjetër. Okej, tjetër mendim kemi Xhulio. Atëherë kur duhet bëj pazar, syze maskë dhe kujdes tepër të madh. Më bëhet shumë shefi që i kujdesshëm Xhulio në këtë farë në mënyrë jep dhe mesazh për gjithë ne për të qenë shumë herë më të kujdesshëm. Edhe të kemi këtë lidhjen më shumë me shtëpinë dhe me makinën, pra me ambiente që ne na mbrojnë, edhe të kemi kontakt sa më larg me njerëz. Mos e reflektoni këtë në kontakt dhe në distancë sociale, ju a them shumë herë, vetëm reflektojeni në distancë fizike. Në Gjermani ka çdo orë lajme 1 minutë jo më shumë. Aleksis, mora përgjigjen tënde. Ti po më thua që media në Shqipëri ka këtë problemin. Ka problemin e mbi informacionit. Pra, overdose informacione. Po e quaj. Doli e bukur kjo. Overdose informacione, pra ka mbi dose të gjithë gjërës informative. Jepën shumë lajme, pra merren shumë informacione dhe janë shumë vështirë për të perceptuar. Lë dhe vend për të keq kuptuar, për të dezinformuar. Këtë po më thua Aleksis, jo se po kërkon dalje totale. Po ti po bën krahasimin me Gjermani ku thuat çdo orë jepet një breaking news që reflekton gjithë situatën dhe kaq mbyllet, është okay. Jo, televizioni nuk duhet mbyllur, thot Madonna. Në asnjë mënyrë jemi në demokraci, në fakt thjesht informacioni duhet të jetë më i kontrolluar dhe besoj se dy e komentuesën të fjalë dhe Madonna dhe Aleksis janë në tjetër ndjenjë mendimi. Besoj se të dy po thonin tjetër gjë, pra po thonin jo një mbyllje të medias, se kjo nuk ka sens në një vend demokratik ku liria e fjalës, shtypjet e medias janë tre baza kryesore ku mbahen fort edhe përpost atyre drejtave dhe lirive të lëvizjes të fjalës edhe të qenë të lirë me gjitha. Përpos kësaj, fakti që Madonna dhe Aleksis po argumentojnë tani për gjithë ju që po na ndiqni në Facebook, janë duke thënë që media do të ketë një rol më të kontrolluar në informacionet që jep, në mënyrën se si përcjell informacionin apo mediat e reja që futen. Ka një lloj dyshimi dhe një mungesë kredibiliteti, besueshmërie ndaj mediave të reja. Kjo ndodh shpesh dhe reflektohet edhe në komentet që ju bëni her pas here. Kur hapet një media e re, ju gjithmonë jeni jo të atachuar me të dhe jeni gjithmonë skeptik për të. Në Shqipëri janë shqiptarët kundër Aleksis thot, në Shqipëri janë shqiptarët kundër Shqipërisë dhe është një turp shumë i madh. Faleminderit shumë Xhulio. Kjo Aleksis thot që një nga problemet që ai identifikon është fakti që shqiptarët vendosen kundra vetë Shqipërisë, apo shqiptarët vendosen kundër vetë Shqipërisë, apo shqiptarët vendosen kundërit vetë njëri tjetrit. Edhe ky është goxha problem që edhe e ndjem shpeshherë, edhe kur nuk kemi përkrahje. Aleksis reflektohet edhe në këtë fakt. Fakti që nuk përkrahim njëri tjetrin në arritjet që ne kemi, ndodh që të rezultojë kështu, që ne nuk e mbështesim njëri tjetrin. Ndodh elementi kundër, ne injorojmë njëri tjetrin, tregojmë indiferent ndaj arritjeve të njëri tjetrit dhe kështu as nuk vlerësojmë arritjet e njëri tjetrit. Xhulio thot faleminderit shumë, kam pasion fotografinë, edhe mua më pëlqen shumë fotografia, më pëlqen edhe të fotografoj, edhe të fotografoj. Madonna thot jam në Berlin, këtu jetojnë miliona njerëz të cilët punojnë duke ditur se niveli i papunësisë është i ulët kudo ka lëvizje, sidomos në stacionin e trenit, sidomos në një qytet të tillë, edhe besoj një qytet ku glon jeta lëvizje dhe çdo gjë tjetër. Kështu që je në vendin e duhur, në kohën e duhur Madonna, edhe besoj me persona të duhur ndodhesh aty. Shpresoj t'ja kalosh sa më mirë. Home office është një numër i vogël i popullsisë. Po më thuaj Madonna që vazhdojnë të sharkullojnë, të kemi lëvizje në Berlin, ëh? Ndërkohë në Bremen si e le, kur u largove nga Bremen si e le gjithë situatën, u ishte pak më i ulët nivelin i lëvizjes. Ndërkohë Gens Stena na përshëndet nga Shkodra. Mirëmëngjes. Shkodra është një nga qytetet mia të preferuara. Jam mikpritur në mënyrë fantastike kur kam qenë ftuar tek emisioni ose më saktë Radio Shkodra, nuk e di nëse quhet kështu akoma, edhe jam pritur shumë mirë. Besoj se kanë këtë Shkodran, ne kanë mikpritjen edhe pozitivitetin në nivele maksimale. Kështu që përshëndes shumë Gens. Xhulio thot fal Aleksis, u kujtua shpreha Shqipëria u bë tani të bëhen shqiptar. Më pëlqeni shumë me këto shprehje. Ndërkohë, nëse më kujtuat shprehjen, se po vinë ato nocionet e fundit për sot. Po do doja shumë të bëja pyetjen, a keni menduar ju ato shprehje për cilët unë i lash porosi? Më duket sikur ju kanë lënë porositë e detyrë. Ju kanë thënë djesh do tani tuti do t'i bëni ju shprehjet. Pra ju her pas here nuk e kam Bledi sot, se Bledi bën edhe kafe turke, por na bën dhe shprehjet, e kemi djegës fanatike dhe një nga ato djegësit më besnikshëm kam parë ndonjëherë. Bledi nga Carolina e Jugut në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai gjithkohës na komenton edhe na shkruan, edhe na dërgon shprehjet më të bukura që mund të gjej. Edhe besoj se
këto shprehje të motivojnë dhe ju, po mua më bëhet shumë çefi kur ju i gjeni vetë këto shprehje dhe më reflektoni edhe mua. Ndërkohë, kemi komente nga Alexis dhe Madonna që janë duke folur gjermanisht. Më fal, jam dhe unë këtu, nuk di gjermanisht. A mund të më ndihmoni pak me shqip, ju lutem? A ka këtu ndonjë opsion përkthimi? Po ndihem shumë keq. Okej, mirë, vazhdojnë akoma komentet gjermanisht. Kjo tregon se ne jemi ndërkombëtar në ndjekje dhe në audiencë. Më bëhet shumë çefi për këtë. Ta kontrolloj për lajmin të fundit para se të kaloj te kuriozitetet dhe qëndroni aty se kuriozitetet janë shumë të bukura dhe interesante sot. Giulio thotë unë bëra detyrën. Okej. Giulio dhe gjithë ju që po më dishni në lidhje me kuriozitetet. Në lidhje me kuriozitetet sotme, do doja shumë të kisha vëmendjen tuaj, ju lutem, sepse kuriozitetet sotme lidhen me ushqimin, me pijet. Unë nuk e dija. Praktikisht nuk e dija që uji me gaz ose pijet me gaz të shtonin nivelin e peshës ose të shtonin në mënyrë kilograma dhe 6 pijet më të pashëndetshme që ju nuk duhet i pini kur doni që të bini në peshë janë e para, lëngu i mollës. Molla pavarësisht se ka atë pjesën që ne mendojmë që të bën mirë apo të ndihmon në sistemin e tretjes, jo, ajo ka sasi të larta të sheqerit dhe kjo mund të çojë në shtim të peshës është e barabartë me atë të një kanoçe e pijet me gaz. E dyta që ju mund keni është lëngu portokallit, edhe ky ka një nivel shumë të lartë të sheqerit, kështu nuk rekomandohet për ata që duan të humbasin peshë me pak fjalë. Unë do të qësove tuti do të pi lëng portokallit dhe do të ha mollë. Tjetër smoothie është shumë e preferuar nga të gjithë ne, por ka nivele të larta të sheqeri, edhe kjo bën që përveç fibrave që ndodhen aty të shtosh në peshë. Tjetër është pijet me gaz. Pijet me gaz nuk janë surprizë në këtë listë, janë për mua, nuk e di për ju, por dihet që që të shtojnë në shtim në peshë, unë nuk e di, kështu që është surprizë. Nëse pini një pije me gaz çdo ditë, ka shumë mundësi që të keni pak bark, por dihet që kjo pjesa e shëndetit shkon tek organet e brendshme kthehet edhe në rrezik. Këtë e dija që pijet me gaz kanë një lloj ndikimi dhe implikimi. Edhe bira, kjo është e kuptueshme. Bira mund të shojnë në djam në bark edhe ul cilësinë në gjumin, edhe të rregullon gjitha këto hormone që lidhen me urinë edhe me etjen. Ndërkohë, një gotë milkshake ka 400 kalori dhe 60 gram sheqer, kështu që nëse ju doni të humbisni peshë, lërini pijen më njanë, sidomos ato të milkshake edhe smoothie. Jessica më vjen keq se nuk di shumë mirë shqipe, nuk ka probleme. Alexis mund të ta komentosh në gjermanisht me ndihmën e Madonës gjithmonë, nëse më ndihmon, të komentoj diçka. Okej, ja kemi komunikimin midis tyre. Po Alexis, por besoj që ne nuk e kemi atë kohën për televizion sa në Shqipëri, plus duke thënë që këtu ka 80 milion banor dhe ka shumë informacion, nuk është vetëm korona, në Shqipëri ka maksimumi 3 milion banor dhe shumë kanale. 3 milion banor që e ndjekin, do thotë Madonna, dhe ka shumë kanale. Prandaj u shkruaj edhe me gabime. Pa merak fare, unë jam shumë e hapur ndaj personat të cilët nuk e flasin shumë mirë shqipen dhe nuk e shkruajnë shumë mirë, mjafton që ndjekin shqip. Fakti që ato ndjekin shqip të bën edhe në të njëjtën mënyrë të ndjesh krenar për platformat që ti ke dhe për emisionet që ti ke. Kështu që ti mund të komentosh dhe je lirë të komentosh në çdo gjë që ti dëshiron, patjetër më vonë do të futem edhe të bëj ato përkthtimet e mia për gjuhën gjermane, se pjesën tjetër e kuptoj. Por Madonna është këtu për ta ndihmuar. E kuptova shumë mirë çfarë kishte për qëllim që të thoje, besoj e kishte fjalën që në Gjermani ka shumë pak informacione krahasuar me atë në Shqipëri. Dhe po i thoja, lidhe me pijet, ne kalojmë direkt tek ushqimi. Nuk e di sa për ju që janë vegetarian, do doja shumë ta dija këtë, nëse shpejt bëni një koment, a e konsumoni shumë mish? Unë nuk jam vegetariane, konsumoj mishin, peshkun dhe çdo prodhim të mundshëm që lidhet në këtë lloj familje, ama unë më pëlqen shumë që të jem shumë afër gjërave natyrale, shumë afër gjës më afër bios, pra natyrales, organikes, edhe për këtë arsye më pëlqen shumë konsumoj edhe gjëra vegetariane. Ndërkohë, nëse ju dëshironi diçka vegetariane në këto ditë festash, dhurojeni stomakut tuaj, dashurive, tavolinave tuaj më pak kalori, pra do të thotë edhe në ato tavolinat që ne kemi në fund vitit. Nuk e di nëse keni vënë re, kur ti konsumon përshesh, apo konsumon pak byrek, apo konsumon pak mishin e zhelit që gjitha dhurojnë në fund vitit dhe pak baklava, sikur të konsumon shumë pak nga të gjitha, ti thua, o zot jam e ngopur pa bër fare darkën, thjesht duke gatuar darkën, jam shumë e ngopur. Kjo ndodh sepse niveli i kalorive në atë tavolinë arrin në një super dozë madhe, edhe për këtë arsye ndjejmë atë gjën, atë lloj ngopjeje përpara se të ham. Ndodh që në tavolina duhet kemi edhe këtë lloj kujdesi për sa i përket kalorive. Nëse ju doni ta realizoni këtë vajzë që mos shtoni në peshk këtë fund vit, që unë dëshiroj shumë ta bëj personalisht,
ju keni shumë opsione dhe një ndër to në rubrikën dhe në nismën e Dritarit.net, Vesto Shqip dhe Ro Shqip, vendoset një tjetër aset shqiptar, unë kështu do t'i shuaj deri në fund nismës, Veçi Tirana quhet. Ju mund ta gjeni edhe në Instagram, mjafton të klikoni, unë po ju jap dhe adresën fikse në Instagram si e kam. Okej, ndodhet edhe ka dhe numrin e celularit në fakt në artikullin e plotë në Dritari.net, mund ta lexoni, por në Instagram e quhet Veçis Tirana dhe shkrimin në listën mund mjafton të klikoni aty, të pronotoni pak a shumë ushqimet që ju preferoni, çmimet ju asiguroj që janë goxha të kënaqshme, domethënë nuk kanë shumë kushtim, nuk kanë shumë kosto të lartë, edhe për këtë arsye ju mund të jeni edhe më mirë, si gjithmonë çmimi është ai që tërheq më shumë. Shef Xhema është ai i gjeni në një vend special, aty në një hapësirë të caktuar dhe ka këto dietat vegane që i ka shëndisura në shumë bukur. Unë po shikoj edhe fotot këtu, më pëlqen shumë mënyra se si i kanë kompozuar, duket shumë mirë, duket fiksin ngjyra natyre. Më kujtua ato foto që bën ti Xhulio të natyrës, janë të reflektuar edhe në këto ushqime. Ju mund ta gjeni artikullin në plot Dritari.net, që mos ju lot shumë tani, por që veçjes mund ta gjeni edhe në Instagram, mua po më pëlqen shumë. A ndodhet a kam, nuk e di nëse ka restorant, nuk e kam pyetur Lorenën për këtë, por nëse ka unë do shkoj një ditë se po më pëlqen shumë. Edhe me qëse është fiks orari tani për të konsumuar diçka. Okej, kemi një tjetër koment. Thot përshëndetje, mirëmëngjes të mirë, përshëndetje Kaidi, Keidi, përshëndetje të gjithë Tom që po na shkruan. Thot Xhulia, apo se thash dje që do të kujtoja të shprehjen me Fatin, po të lutem. Fati është kështu, ndërkohë që njerëzit bëjnë plane për të ardhmen, Fati qesh me to. Po, unë kam dëgjuar një tjetër shprehje, ndërkohë që njerëzit bëjnë plane, Zoti fillon dhe qesh me planet e tyre, sepse duket sikur i ka para përgatitur të gjitha. Gjesin espresso do populli ynë bësh mos më bëj shumë për të qeshur, se unë kaloj pastaj në ato notat e mia të larta ato operas për të qeshur. Por që po, ashtu e duan, edhe mjafton shenja. I ke parasysh Madonna është ajo shenja, një kafe të shkurtër, pa fol fare, kafe të shkurtër dhe një ujë edhe kuptohemi ne. Shumë faleminderit për shprehjen Xhulio, po e mbajmë këtë shprehje on top sot. Unë mendoj se Covidi tani na ka bërë më shumë njohim veten, edhe njerëzit e afër që kemi vite pa folur. Po, e ka krijuar këtë distancën virtuale, duke folur me njëri tjetrin dhe ka krijuar distancë fizike dhe sociale. E kuptoj këtë atë mirë dhe e kam vënë re në shumë, unë kam filluar të hap grupet, paktën në marsin e kaluar kur ndodhi periudha e karantinimit, por edhe më shpejt ka ndodhur. Unë hapa grupet me gjithë fisin nga ana mamit dhe nga ana babit dhe kam aktualisht 2 grupe të mëdha me përgjithsisht me 40 njerëz një grup, ku ne komunikojmë gjithkohës aty, dërgojmë gjëra fani, dërgojmë gjëra për qeshur dhe kalohet shumë mirë. Kështu kjo periudhë me të vërtet ka shërbyer për të rikthyer disa kontakte të humbura më parë. Qazimi na thot nga Suedia, na thot Bora e përputhen, po na e preferon luminese për dhënien në peshë. Jo, unë nuk kam nga ato reklama të tilla. Nuk i bëj këtu, i bëj shumë spontanisht, për shembull nëse tregojmë diçka për asetet shqiptare që lidhen me nismën, nismën Dhuro Shqip dhe Festo Shqip, preferoj ta sjell tek ju në këtë mënyrë, duke bërë atë në mënyrë sa më të thjeshtë edhe pa skaletë. Kjo është shumë e rëndësishme, të lot skaleta. Okej. Kështu që Xhulia shpresoj ta kesh pëlqyer këtë kuriozitetin që unë gjeta për sot, që lidhet me pijet, me ushqimin, me shësishëm duke diskutuar edhe me nismën, që gjithmonë lidhet me pijet dhe me ushqimin, por unë gjatë gjithë kohës së studimeve të mia në bachelor kam preferuar shumë komunikimin jo verbal, duke qenë se jam shumë e lidhur me komunikimin jo verbal, me fjalimet publike, por edhe në platforma që lidhen drejt për drejt me publikun, edhe me të orientuarit me një target group caktuar. Kam folur dhe përballë 100 njerëzve, kam folur dhe përballë një personi, kam folur dhe përballë shumë njerëzve që më ndjekin nga platforma të caktuara. Dhe kam patur parasysh disa gjëra që kanë ardhur spontanisht pa i lexuar. Mirë, por në studimet e mia dhe në bachelor në 3 vite në shkencat politike kam kuptuar dhe kam preferuar jashtëzakonisht shumë komunikimin jo verbal. Dhe për t'ju thënë ju sot si mund të kuptoni ju që miku mi kesha juaj as nuk po ju dëgjon, as nuk e ka mendjen tek ju, është duke menduar dhe imagjinuar diçka tjetër. Si ta bëni këtë gjë? Ju a them unë tani. Janë disa mënyra për të kuptuar se personi që keni përballë ka një lloj problemi apo ka një lloj barriere me ju. E para, krahët dhe këmbët e kryqëzuara. Nëse unë tani tek ju do të isha gjithkohës në transmetim live, në këtë mënyrë, në këtë formë, duke i mbajtur duart, kështu më besoni as ju nuk do ndiheshit as pak komod. Se kjo tregon vërtet mbyllje ndaj bisedës, tregon një lloj çndrimi që nuk ke as pak interes, edhe kur na thot Xhulio kur ke celularin në dorë është një lloj interesimi minimalist apo një lloj mos interesimi në piedestal. Kështu që besoj është e kuptueshme se mos më vën celularin në duar. Ndërkohë, buzëqeshja vërtet rrodhen syt
nuk shikohet këtu afër, por unë kur buzëqesh, më ndodh shumë që krijohen këto rrudhat tek sy dhe i kam këto. I kam tani. Jam 21 vjeçë, por prap e kuptoj që i kam këto janë rrudha normale, dhe unë i preferoj shumë, i dua shumë, nuk do t'i hiqa kurrë me asnjë lloj mënyre, por kur ti qesh buzëqeshën dhe syt, edhe për të kuptuar se personi që ke përballë është duke qeshur me gjithë zemrën, mjafton të shikoni pjesën e radhëve që krijohen te syt për të kuptuar se sa sinqerisht e ka ai të gjithë komunikimin me ju. Dhe unë kur qesh këtu dhe ju, humbasin fare syt se mbyllen shumë sepse qesh me gjithë zemër. Okej. Kemi tjetër kopjimi i gjuhës së trupit është një gjë e mirë, pra kur ju shikoni persona të tjerë që janë duke shndruar kështu, zakonisht është mirë të bëni dhe ju të njëjtën gjë në mënyrë që të krijoni atë lidhje me njëri tjetrin. Gjithashtu, nëse ka persona të tjerë po shndrojnë kështu, është mirë që të ju të bëni të njëjtën gjë sepse duket sikur po krijohet një lloj formati dhe ti po jep sinjale personit tjetër që shiko, nëse ti sillesh ashtu, do të sillen në këtë mënyrë. Tjetra, syt që gënjejnë, shumica e personave kanë këtë problemin atashimin me syt. Unë e kam shumë problem kur persona të caktuar, kur janë duke folur me mua, nuk më shikojnë në sy. Unë zakonisht ndërpres direkt komunikimin me ta, ose merrem me diçka tjetër, ose derisa i bëj ata të kuptojnë që unë jam këtu dhe jam duke folur dhe jam duke të respektuar sepse po të shkoj dhe po të flas. Në këtë mënyrë dua që ta marr këtë gjë back. Në mos back, faktën kem vëmendjen tënde. Ndodh që ne shqiptarët kemi pak problemin e shikimit me sy, pra, teksa po na flet dikush ne jemi gjithkohës ose këtu, ose duart ose syt poshtë. Dhe kjo është shumë problematike në një komunikim caktuar. Kështu që nëse ju doni që të krijoni një komunikim shumë normal edhe më e rëndësishme me respekt në mes, problemi qëndron gjithmonë tek pjesa e shikimit. Duhet shikoni dikën në sy, ta shikoni atë drejt për drejt në sy dhe mos keni asnjë problem me të. Kjo tregon që ju jeni të aftë të gatshëm për ta dëgjuar diçka personi tjetër po thotë. Ama amerikanët përdorin një lloj teknike që quhet 10 sekond. 10 sekonda e shikon personin në sy dhe pastaj fillon e ul këtë lloj shikimi. E ul dhe e konverton me pjesën e uljes apo ngritjeve të syrit. Kjo ndihmon edhe në relaksimin e gjithë situatës. Tjetër, vetullat e ngritura sinjalizojnë siklet, kjo pjesa kështu. Sinjalizon siklet dhe një lloj bezdisjeje. Tundja e egzageruar e kokës sinjalizon siklet, për kur ti je duke folur jo këtu. Kjo është komunikim normal, kjo është lirshëm, kjo është ramun me ju, por zakonisht është kjo pjesa e lëvizjes së kokës që krijon goxha bezdisjeje te personi që ti ke përballë, edhe nofulla e shtrënguar. Nuk e di nëse ju goca keni vënë që disa paktën meshkujt vërehet shumë. Kjo ka këtë pjesën e shtrëngimit në ofllës që kuptohet shumë mirë këtë pjesën këtu, edhe ajo tregon nga siklet. Kështu që nëse doni të kuptoni se partneri juaj ka siklet apo jo, po ja tregoj sekretin. Shikojeni pjesën të nofulla, se ka dhe foto këtu në dritare.net, në artikullin e plot, ku ju mund t'i shikoni konkretisht. Pjesa tjetër është qëndrimi i trupit, i cili tregon historinë. Për shembull, ajo çka kam kuptuar unë është që nëse ti ke problemin më të vetëm dhe të parën që ti nuk po tërheq vëmendjen një audiencë të caktuar, është e fakti që ti po i mban duart kështu ose po i mban duart kështu. Zakonisht komunikimi me duar, unë jam e sigurt që për shembull Ilsa kur vuri re çështjen dhe detarin e orës, nuk po shikonte orën fakt, ishte duke parë dorën dhe mënyrën se si unë po artikuloja apo po krijoja gjithë këtë diskutim së bashku. Kështu që kur teksa ju i shikoni këto elementet e vogla, qof duart, qof shndrimi, qof fakti që unë nuk po shndroj kështu, më besoni, pa e vënë re krijon qetësim edhe një lloj relaksimi në komunikimin ton. Edhe e bën atë më të këndshëm. Besoj se edhe ju e keni këtë element, prandaj vazhdoni të ndiqni dhe prandaj e preferoni si rubrik edhe ndjeni mjaft komod. Unë ju thash këto këshillat e fundit që kur jeni diskutime të caktuara me njerëz, mos i bëni këto gabime sepse krijon edhe bezdisje të caktuar. Ka patur njerëz që janë keq kuptuar vetëm nga një përdorim i caktuar i telefonit. Apo siç tha Xhuli, ky përdorimi i celularit kur ti ke celularin dorë gjithkohës dhe krijon bezdisje tek personi tjetër. Me shprehjen e Xhulit do ta mbyll sot, që kur njerëzit vendosen të bëjnë njëri tjetrin, fati është duke buzëqeshur, sepse asnjëri nuk i dihet, ka të papritura goxha. Çdo ditë ka papritura, ka gjëra që ndodhin pa e kuptuar, ama duhet të jesh përgatitur për çdo gjë. Ka gjëra që ti nuk para përgatitesh kur praktikisht, ka gjëra që ti të vinë spontanisht, por e rëndësishme është menaxhimi. Menaxhimi është shumë i rëndësishëm dhe menaxhimi vërtet vjen këtu, nuk vjen absolutisht në duar apo në trup, vjen gjithmonë në mendime dhe në mënyrën se si ti percepton gjendjen. Fillimisht me frymë, qetëso dhe menaxhoje situatën në mënyrën më të mirë që ti mendon që është arsyeshme. Dhe nëse e ke menaxhuar dhe ke patur atë rezultat në fund, më beso, ka qenë zgjidhja më e mirë. Gjithmonë unë bëj këtë gjë, kur jam midis dy gjërave të bërit apo mos të bërit diçka, fakti që unë e kam vënë në dyshim të parën, atë që unë do të bëja, unë nuk e bëj fare. Preferoj ta lë kështu dhe në këtë mënyrë edhe e motivoj veten time dhe nuk e krijoj streset më tejshme. Unë ja vetëm një këshill, qëndroni sa pozitiv, qëndroni përkrah dhe përballë platformave që ju japin pozitivitet, që ju japin energji pozitive dhe qëndroni larg personave që ju ofrojnë energji negative.
shikoni gjëra sa më të bukura, qëndroni larg lajmeve të cilat mund t'ju sjellin stres dhe pasiguri dhe qëndroni të sigurt. Qëndroni të sigurt pranë familjarëve tuaj dhe na duroni pemën, mos harroni ta tregoni dhe na dërgoni foto të vazhdueshme për pemën që ju keni realizuar për vitin e ri. Vazhdon ai konkursi që ka bërë Lorena me idetë e saj shumë të bukura. Lorena ka treguar që me këto ide të bukura ka të rishur goxha audiencë dhe ka të rishur goxha vëmendje në Instagram, kështu që unë po pres dhe vazhdojmë dhe jam në pritje me Lorenën të pemës tuaj të vitit të ri, kështu që ne do jemi vazhdimisht në pritje që na dërgoni pemën tuaj dhe mënyra se si ju e keni dekoruar atë, çfarë ngjyrash më zotron më shumë dhe ne do ta postojmë në drejtar.net, duke vendosur gjithmonë atë konkursin e bukur që ne kemi realizuar. Ose mund përdorësh një coins për të ndarë mendjen. Po, atë monedën. Jo, nuk më pëlqen ajo moneda sepse nuk dua që të më ndëshkoj në moment. Okej, si të menaxhoj veten në momentin kur mbas vetbesimin kur je në një takim pune. Shumë faleminderit për pyetjen. Unë do e mbaj akoma më gjatë, se më pëlqeu shumë pyetja që më bëri Migena Zgura që na shkruan në Instagram. Pra Migena thotë kur je në një takim pune, kur e ke humbur vetbesimin, si ta menaxhosh të gjithë situatën. Migena, unë përpara se të kem një fjalim, siç e kisha ditë mbrëmjen e kaluar, një fjalim publik përpara personazheve të caktuar apo para një audiencë të lartë, më beso sinqerisht gjë vetëm shumë bëj është marr frym edhe të mendoj që unë mund t'ja dal, unë mund ta bëj. Edhe sinqerisht mendoj që e gjitha lidhet me vetbesimin që ti ke brenda vetes tënde. Jo me vetbesimin dhe me problemin që ty të krijojnë të tjerat. Ka një lloj problemi, ka një problemi që persona të tjerë të krijojnë ty një mungesë vetbesimi. Më beso që ti nëse ke një besim që e ke përbrendsuar në veten tënde, nuk ka kurse si askush që të mund të ta godas ose të ta vë në diskutim. Nëse ti e ke e mbart brenda vetes, nëse ti e humb këtë vetbesim gjatë momentit ku ti je në një takim pune, merr situatën në kontroll, mendo për diçka një vlerë që ti e ke. Dhe anti vlera e momentit që ty të vjen në mendje, pra kur ti je në takim pune dhe thua, një sekond, projekti që ky personazh po më jep mua, nuk shkon për mua, nuk mund ta bëj këtë gjë, thua i vetes e bën. Edhe më beson, nuk ka absolutisht asgjë të pamundur. Vështirësia vetëm shndron në mendjen tonë, pengesa vetëm shndron në mendjen tonë, dhe më pëlqeu shumë që ti ma bëre këtë pyetje dhe unë jam e hapur për çdo pyetje të tillë, të tregoj shumë eksperienca të mia, do të tregoj ditën e nesërme, lutem shndron nesër online në mënyrë që ti marrësh ato. Kam patur edhe unë plot raste të tilla. Ka patur raste ku kam vendosur në dyshim një projekt që më është dhënë, ama me besimin që unë kam në vetvete që është i përbrendsuar. Ta theksoj edhe një herë, pra ti e ke të mbartur brenda vetes, nuk ta mëson kush këtë, është i lindur dhe me këtë vetbesim që ti ke, mos lejo që askush ta vërë në dyshim aftësitë që ti ke. Beso, aftësitë që ti ke janë ato që të kanë sjellë deri këtu në këto arritje që ti momentalisht zotëron. Kështu që do t'jap dhe shumë këshilla të tjera për përgatitje para një takim pune, do të kemi këto kuriozitete në drejtar.net, se duket që kanë tërhequr vërtet vëmendje tek ju. Edhe komunikimi jo verbal duket sikur tërhoqet vëmendje edhe në komentet që ju bëni. Siç tha dhe Xhulia, sot nuk kemi kohë, vajti 11:08 minuta e gjithë live, por që unë do t'ju jap një lajm të fundit. Këtë të premte, emisioni sot me Xhesin, Xhulia mos u largo. Këtë të premte, emisioni sot me Xhesin do të shkojë diku tjetër. Do të shkojë në një vend shumë bukur, në një godinë shumë bukur me drita dhe që mua më pëlqen shumë, e preferoj shumë dhe për stilin që është ndërtuar, edhe mënyra se si ajo është ndërtuar dhe çka ajo përfaqëson. Dhe do të jemi aty për ta transmetuar live emisionin ditën e premte, shpresoj. Dhe gjithashtu, nesër ose ditën e ende do të kemi rrëfimin ekskluziv të Lorenës, pjesë e drejtares.net, pra të stafit të drejtar.net. Ajo do të na rrëfej këtu në studio se si të gjithë, se si e përjetoi gjithë këtë situatë dhe më besoni, ka shumë gjëra që ju nuk i keni dëgjuar. Ka shumë gjëra që ju nuk i keni përjetuar më parë dhe nuk i keni dëgjuar nga personazhe të tjerë që rrëfejnë historinë e tyre me COVID-19. Është një rast unik Lorena dhe për shkak të mënyrës se si ajo e ka përballuar gjithë situatën, është shumë e fortë, ka plot energji pozitive dhe kjo e ka bërë që ta mposhti shumë shpejt këtë virus. Kështu do të kemi rrëfimin e Lorenës, por më tepër ditën e premte do të kemi edhe të zhvendosur emisionin sot me Xhesin në të treja platformat YouTube, Instagram dhe Facebook, diku tjetër, në një godinë tjetër. Për më tepër, surpriza e tretë, jam me surpriza sot. Surpriza e tretë në fundjavë do ikim diku. Do ikim diku në një ftesë që na është bërë nga një aset shqiptar, një nga më të preferuarit dhe më të vizituarit në Shqipëri, nuk po e them akoma emrin, do t'ja lë surprizë. Do të kemi emisionin live atje dhe do të kemi edhe me gocat e drejtar.net. Nuk kam vetëm Xhesi, emisioni sot me Xhesin do filloj të zgjerohet dhe të ketë njerëz të tjerë, duke normalizuar dhe pak situata, kështu që bashkë me këto tre surprizat unë ju pres në gjithë këtë fundjavë dhe në këtë javë, për ta mbyllur dhe këtë javë plot me volum dhe plot me aktivitet në mënyrë më të mirë të mundshme.
sepse java që na vjen pastaj do të jetë akoma edhe më voluminose, duke qenë se fillon periudha afër festave, Krishtlindjeve dhe rritet akoma dhe më shumë dëshira për të qëndruar për të parë diçka ndryshe. Unë ju përqafoj shumë faleminderit që patët dhe durimin për të qëndruar me mua dhe për ndjekur këto 3 surpriza që unë kisha për ju. Jam shumë lumtur që kam mundësi dhe të realizoj atë dhe këtë fal Dritare.net, Rudina Xhungës dhe gjithë stafit të Dritare.net, që unë falenderoj shumë për çdo suport që më japet çdo ditë përpara se të dal tek ju, edhe kaq njerëz sa jam, ma bëjnë akoma edhe më të lehtë. Unë ju përqafoj shumë, faleminderit që ishit me mua në 3 platformat. Mos harroni videot dhe gjithë emisionin e keni në playlist tek faqja zyrtare e YouTube-it e Rudina Xhungës, i keni aty në një playlist sot me Xhesin dhe mund t'i konsultoni dhe të shihni. Mos harroni, janë koherente, temat janë çdo ditë të referuara asaj çka ka ndodhur. Janë gjithmonë të referuara ngjarjeve që po ndodhin, ngjarjet e fundit. Unë ju përqafoj shumë, faleminderit që ishit me mua dhe një ditë sa më të mbar. Uroj të kem ndikuar sadopak në pozitivitetin tuaj në ditën e sotme. Okej.